أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hamdi dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allah subhanahu wa ta'ala thot në një ajet kuranor: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që besuat, keni frikë Allahun me sinqeritet të vërtet dhe mos vdesni pos vetëm duke qenë musliman, besimtar. Qëllimi I muslimanit, besimtar musliman është që fundi I tij të jetë me I khajrit, me iman, me besim duke besu Allah subhanahu wa ta'ala, sepse kapitali muslimanit është besimi, është islami, feja ti, e nëse shpëton e dorëzon shpirtin e tij me iman, ka shpëtuar në dunjë dhe në ahiret dhe ka fituar në dunjë dhe në ahiret. Pra nëse vdes njeriu me iman, ka fituar edhe në dunjë dhe në ahiret, I ka fituar dijet. Sepse pejgamberi alayhi salam thot inna Allah ta'ala yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allahu dunjon jep atij që don dhe atij që nuk e don. Wa la yu'ti al-imana illa liman yuhib, ndërsa imanin, besimin, islamin jep vetëm atij që e don. Pra kjo është një prej mirësive të Allahut që na ka bënë ne pjesëtar të këtij ummetit, pjesëtar të besimit islam, e për këtë ne duhet, kur thojnë na duhet me luftu, dhe me thonë me luftu me zemër e me shpirt për me shpëtu prej spruat e kësaj bote me të cilën janë spruar disa njerëz në fenë e tyre, duhet të luftojmë gjithçish që të jetojmë musliman dhe vdesim musliman. E nëse vdesim musliman, atëherë kemi shpëtu, atëherë kemi fituar në dunjë dhe në ahiret. Dhe për me pas besimin e plot, apo për me shpëtu me besim, na dim se vendi I besimit është zemra. E për këtë duhet të kushtojm rëndësi të madhe zemrës që të ketë iman, që të ketë besim dhe të jeton me këtë besim. Të ketë bindje në Allah subhanahu wa ta'ala, të ketë dashurinë e Allah, dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse zemra qetësohet me këtë. Sëmundjet tjera që I takojnë zemrës, ka spitale, ka mjek, ka barna ilaçe, e ndoshta diçish e të I kalon atë sëmundjen. Por disa sëmundje tjera të cilët nuk I mjekon njeriu, janë sikur xhelozia, urrëqja ndaj muslimanëve apo urrëqja ndaj punëve të mira. Këto janë sëmundje të zemrës, e këto çka I shëron? Kush I shëron këto? Si largon nga besimtari? Allah Ta'ala thot ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtetë me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. E kur qetësohet zemra nga këto sëmundje, sepse ndonjëherë ne nuk ndihemi rahat, edhe pse jemi duke pushuar, pse jemi me familjen, ndonjëherë nuk nish rahat, pse se I kemi disa sëmundje të zemrës. Edhe pse I tupi çaj të shtëpia jote, shkon menja te filani si ta mashroj nesër. Shkon menja te filani, ku kam rri filani, pse unë s'un po mrri, me xhelozu. Apo shkon menja te filani, edhe pse shoqja fëmijët aty I kitë shtëpia me këtë, por mashallah të net, ama atë nuk e di çka kitë në zemër. Të në zemër vetëm I të uzi. E këto sëmundje mi largu, qetësohesh. Mi largu këtë sëmundje edhe gjumin si gjumë e bën rahat. Mi largu këtë sëmundje edhe me familjen tënde kemi nejt rahat. Mi largu këtë sëmundje edhe në punë rahat. Ama nëse I ki këtë sëmundje, me shku ku me shku të shoqërojnë. I ki me veti. Shkon dikon me një pushim për mu knoq me familje, edhe aqe nuk lojnë rahat. Mina shkon me një taj filani. Ti ki shku kujdin të dhe në vend pushim, kur ta shif tjetërin në telefon, aj
pas ka shku diku më mirë. Edhe nisi ajo prapë. Domethënë nuk nis rahat. Jeto për Allah dhe vdes për Allah. Jeto me Kur'an, puno me Kur'an, puno me këshillat e pejgamberit alayhis salam, sepse Allah xhaleshanu po na porosit në këtë ajet thotë o ju që keni besuar, keni frikë Allahun me sinqeritet dhe mundohuni që mos të vdesni ndryshe përveç se musliman. Pra mos vdesni ndryshe, lufto gjithçish që të vdesësh si musliman. E për me vdesi musliman duhet me kap rrugën e cila të çon drejt fundit të mirë. Sepse veprat e mira janë shenjë e një përfundimi të mirë. Veprat e këqija janë shenjë e përfundimit të keq. E besimtari duhet të mundohet gjithçish ta shëron zemrën e tij, mos të ketë inati, mos të ketë xhelozi, mos të ketë lakmi ndaj dunjos, lakmi ndaj pasurisë tjerëve. Jetë dakord me atë që ta ka dhënë Allah, qoftë edhe pak. Se kjo është zatën kuptimit i devotshmërisë, el khawfu min el jalil, të kishe frikë Allahut, wal amal bit tanzil, të punoj sipas Kuranit, wal rida bil qalil, të jesh i kënaqur me atë që ka dhënë Allahu, wal isti'dadu li yawmir rahil, dhe të përgatitesh për botën e ardhshme, pra për udhëtimin i cili është pa kthim. Ne jemi të shku drejt një rrugë, drejt një vendi i cili nuk ka më kthim. Nuk ka më kthi prapë me punuar diçka mirë nëse mundem u krimo. E mundo shpirtin kur t'ja dorëzojsh Azrailit alayhis salam, t'ja dorëzojsh shpirtin Allah Teala, ta dorëzojsh me iman, me besim. Pa këtë sëmundje, se vallahi billahi nuk lën rahat asnjëherë të sëmundjet e zemrës. E nëse prishet zemra, këtë trupi prishet. Pejgamberi alayhis salam thot: "Ala wa inna fil jasadi mudgha, idha salahat salaha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb." Thot me të vërtet, në trupin e njeriut është një copë mishi. Thot nëse ajo është në rregull, i krejt trupi është në rregull. Nëse ajo prishet, gjithë trupi është i prishur. Ala wa hiya al-qalb, thot ajo është zemra. E për këtë, nëse zemra mbreti i trupit është në rregull, atëherë gjithë trupi është në rregull. Shikimi është në rregull, dëgjimi është në rregull, gjuha është në rregull, koma në rregull, barku e gjitha gjërat që janë në rregull. Pse? Se mbrejtja është në rregull. Gjënat në zemër ndikojnë pastaj te shikimi, ndikojnë te ndëgjimi, ndikojnë në përgjimtyrë tjera. E për këtë pejgamberi alayhis salam po thotë në trupin e njerit është një copë mishi, nëse ajo është në rregull, i gjithë trupi është në rregull. Po nëse ajo prishet, i gjithë trupi është i prishur. Ajo është zemra. E për këtë zemra është qendra e trupit e cila nëse rregullohet i gjithë trupi, e nëse prishet i gjithë trupi. Dhe për këtë zemra është vendi i devotshmërisë. Devotshmëria nuk ka diçka e jashtme. Devotshmëria është ajo mbrëmshme në zemër, të jesh i devotshëm, të kesh frikë Allahut. Zemra është shëndosh, pastaj jap një gjumë të shëndosh. Disa kur thonë zemrën flak të bardhë kam. Anësisht e kursi ben Allahu. Thot zemrën flak të bardhë kam. Gjuha nuk nalet. Të i përqesh që jetu i në shmu qërë, të ofendua, të folë fjallë këshia, ato të shirë zemrën e kam flak të bardhë. Me bu me të hapat zemrën tënde, vendi ven nuk zënë, gërditësh prej zemrës tënde. Nuk mundet më konë zemra flak e bardhë, a gjuha mos më konë shëndosh, me folë vetën fjallë këshia. Nuk mundet me qenë zemra e bardhë, flak e bardhë se ja bojnë, e shikimi me qenë gjatën shmajt, apo ndëgjimi, apo dorë, apo koma. Sepse zemra shëndosh i jep një gjumë të shëndosh. Gjuha është, i thonë turjumanul qalb, përkthisi i zemrës. Se ta që i në zemrë, kur do mi thonë dikujt të du, për Allah me çka i thu? Nuk i thot me zemrë, se në fol me zemrë, me çka i thot me gjumë. Kur do ishta në çmojsh dikonin, se në zemrë e kia urrejqën ndaj atina, me çka e shpret urrejqën tonë? Me gjumë. Dhe me thonë gjuha është turjuman, është përkthisi i zemrës. E nëse zemra është e shëndosh, edhe gjuha është e shëndosh. E nëse gjuha nuk është shëndosh, me fjalë këshia, me përgojim, me barqen e fjalë, me fesad, me bo prishje, shkatrim mes familjarëve, mes burrit dhe gruas, e fëmijëve, me prindet, dhe me thonë gjuha shka biban këto, ajo prej zemra të nxjerrë. Se kjo është përkthisi i zemrës. E për këtë zemra shëndosh e jep një gjuhë të shëndosh.
Dhe nuk është e vërtet një fjalë të na, sidomos në shqiptar, që përdor thonë filoni vërtet është gojë fliçur, ama zemrën e ka të bardhë. Ani pse ka goja i fliçur, ama zemrën e ka për mashallah. Po gjikon për diçka që nuk e dinte. Po gjikon për diçka plus Zot nuk na ka porosit, nuk na ka urdhëruar Allahu na me gjiku njerëzit në zemër. Nëse gjikojnë njerëzit, nëse kërkohet nevoja me gjikua, është i mirë apo i keq apo me vepra. Nuk mundesh me thonë te filoni pse me dorë ban lloj-lloj gjunoj, me stil lloj-lloj gjunoj, me vesh lloj-lloj gjunoj, me gjuhë lloj-lloj gjunoj, ama zemrën e ka për mashallah. Kë pa zemrën, ti zemrën tonë se di. Ku ja po ti aty zemrën se e ka, çish me di, çka po bazohesh, me çfarë argumente ki se e ka zemrën e bardhë, zemrën e mirë. Kur gjuha e tij është e fllihshëm me lloj-lloj fjalë, në dëgjimi i tij vetëm në haram, syri i tij vetëm në haram, prej ka zemra, ajo zemër e bardhë. E për këtë, duhet të ketë besimtar kujdes të ruajë zemrën e tij, sepse nëse ajo prishet, a prishet gjithë trupi. E nëse ai rregullohet, i gjithë trupi është i rregulluar, zemra shëndosh, jep gjuhë të shëndosh, si shikim të shëndosh, ndëgjim të shëndosh, hapa të shëndosh, vepra të shëndosha, pra vepra të mira. Pse? Sepse ajo është burimi i gjitha gjymtyreve tjera, e gjuha është përthisi i zemrës. Ne lutem Allah subhanahu wa taala pasi që u bë koha e namazit, lutem Allah subhanahu wa taala që na jap zemër të shëndosh, me të cilën zemër kemi frikë Allahut, zemra të sinqerta, të kemi në jetën tona të sinqerta, veprat tona të sinqerta, fjalët tona të sinqerta, të kemi frikë vetëm Allah subhanahu wa taala, e ta kemi mbrejtjen e trupit të shëndosh pra zemrën, e mos të bëhen zemra të cilët nuk pranojnë as këshilla, as Kur'an, as fjalë të mira, po janë zemra të mbillura, se disa zemra Allah xhaleshan thon Kur'an, disa zemra ja ka vënë drinin Allah Taala, në atë kuptimin metafor, drin, domethënë janë të mbillura. Ti sa dosh folin nuk pranon, sa dosh këshillojnë nuk pranon, sa dosh lexoj Kur'an, sa dosh në thirrjen e ezon i bukur, nuk e prekat në zemër kur gjë. E nëse zemrat tona sot nuk din dhimbja për shembull, çka ndodh me musliman, çka ndodh me filan muslimonin, çka ndodh me filan jetimin, filan të varfrin, nuk se janë bën gati shon të rrafsha zemrat. Me poshtë me pa në Facebook apo për media me pa çka po ndodh na për Palestinë, çka po ndodh na për botë, njëri porxhis, tjetri fëmia i këtë xhakosur. Edhe veç i kalojnë ashtu, janë bën normal, janë mësuar mos. Mos më lëviz pak zemra, mos më mërzit, mos më dridh pak zemra dhe më thon njëherë me zemrë, o Zot ndihmoje, o Zot ndihmoje këtë popull. E lutem Allah subhanahu wa taala na zbutë zemrat tona, zemrat të cilët e pranojnë këshillat, zemrat të cilët përmallohen për takimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam botën e ardhshme, zemrat të cilët vazhdimisht e përmendin Allahun dhe zemrat të cilët janë të mbushur me plot iman, dhe në fund lutem Allahun kur të dalin prej kësaj bote, të dalin duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.